Jemi në studio me Elena Demollarin, e cila do të na shikoj pak për shenjat e horoskopit dhe kush është shenja më me fate e muajit korrik. Elena, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që erdhe përsëri. Faleminderit. Ashtu siç e din të gjithë, ti do jesh çdo javë në emisionin Vibe. Dhe do të vazhdojmë me parashikimin e shenjave. Po, parashikimin e muajit korrik, çfarë na parashikojnë letrat tarot, si do jetë energjia e tyre, duke i filluar që nga shenjat dashje deri te shenjat e peshqve. Okej. Dashi për këtë muaj do përballet me persona që do i kanë mundësinë për ta ndihmuar dhe nuk do t'i japin. Një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të hidhur. Do jenë një familje komplektuar, dëshirat e tyre do t'i bëhet realitet. Gjatë muajit korrik mund të kenë pengesa, por do i kalojnë me sukses. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë pozicione të mira, do rilindi diçka e re, nëse kanë bëjë me seanca gjyqësore, do falen, do kenë një stabilitet dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara, do i kenë rrugët e hapura shenjë dashit. Demi do i ndjej veten të bllokuar, Demat për muajin korrik do i ndjen veten të bllokuar, mos i bëjnë gjërat me së mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes tyre. Kanë armën e besimit, të armën e zemrës i kanë vënë duart kryq, po do ndihmojnë nga gjysma anë dhe gjërat do shëshojnë pak e nga pak, por nuk do jenë sigurt, nuk do jenë stabil dhe mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, fatin dhe premje gëshër. Do i shkojnë gjërat diku priten në mes. Dhe duhet të kenë kujdes nga ëndrrat e kota, iluzionet e kota, gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, intriga dhe çdo gjë do dalë sheshit. Do i ndjen vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre dhe duhet të çbllokojnë nga bllokimet që kanë, duhet të çlirojnë nga bllokimet që kanë, se do ndjen veten shumë të bllokuar. Nuk do jenë të sigurt, shumë thashë theme do i kenë ajër, diçka ajër po i vjen. Agjencia udhëtimi do marrin përgjigje për po, mund të jetë një takim i rastësishëm, por në fund fare një kontratë pune, një firmë, një dokument me një vendimmarrje do marrin një vendim. Dema, sidomos në muajin korrik, duhet të jenë të kujdesshëm. Binjakët do bëjnë udhëtime të gjata nëse kanë menduar udhëtime të gjata. Nga ana financiare do kenë një lëkundje, po do kenë një stabilitet. Janë persona që punojnë, do ecin përpara. Ngritje ekonomike financiare në dashuri do jenë mirë, probleme shëndetësore nuk do kenë, por mund të kenë edhe një ngritje në biznesin, mund të menaxhojnë edhe një biznesin e tyre. Por binjakët përgjithësi do jenë mirë. Gaforia duhet të ketë kujdes nga personat që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga bixhozi, nga persona që janë materialistë, duan për interesat e veta dhe duhet të kenë kujdes gaforet në muajin e tyre, dikush do tentojë të gënjejë, të mashtrojë, të manipulojë. Duhet të kenë kujdes se mos bëjnë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës, dikush do i futi në kthetrat e djallit ose në energjitë negative, duhet të largohen nga personat negativ. Do kenë përfitime të vogla në lek, do kenë ribashkime, ripajtime, ortak, po partneritet, mund të kenë një komunikim të vazhdueshëm, stabilitet, një largim nga vendbanimi, në fund fare do marrë lajme të mira. Nëse janë në pritje disa lajmeve, fejesa, martesave, tavolina, ditëlindje, eventet do janë të gëzuar. Luani do i ndjej vetëm pak të shkatruar në lidhjen e tyre të dashurisë, mund të kenë dhe kriza pak në partneritet, duhet të jenë të kujdesshëm, do kenë përfitime të vogla në profesionin e tyre, me një vendimmarrje do marrin një vendim, dikush do i kërkojë të falur nëse ka mbra shpirtërisht, do kenë ndryshime, me një vendimmarrje do marrin një vendim, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje dhe do ketë një ndryshim epoke. Mund të vdesë një epokë e vjetër dhe do rilindi një epokë e ri, ose mund të jetë një cikël i ri për shenjën e luanit. Virgjëresha duhet të ketë kujdes në muajin korrik, shoh që do ka kaluar shumë situata të vështira, por në fund fare do dalë fituar. Ka qarë ka lotuar për 3 kërkesa i refuzuar, për një person që mund të ketë humbur ose për një lidhje dashurie që e ka humbur, por 2 përgjigje do parashtrohen. Duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, distancë, largësi, krizë në partneritet të distancuar, duhet të ketë kujdes nga persona të tretë që mund të japin
një energji negative, duhet të ketë kujdes nga persona të maskuar, do ketë pak sfida në muajin korik, por në fund fare do dali e fituar. Peshorja do përballet me çështje ligjore nëse ka të bëjë me çështje ligjore. Një diplomë, një master që do marrin në punën e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë mbi si të fallse. Nëse ka të bëjë me prona, do bëhet një problem i madh. Do ketë nëse ka të bëjë çështje pronash, do bëhet një problem i madh, mund të përballet me seancë gjyqësore, drejtësi, dokumenta ose me ligjin. Janë në pritje disa lajmeve do marrin. Lajme të mira nga ana financiare do jenë të kompletuar. Kërkojnë të drejtën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet peshoret. Akrepi duhet të ketë kujdes nga persona që janë mistik. Duhet të ketë kujdes nga personat mistik. Beson shumë te universi, për njerëzit mund të jetë negativ, po për Zotin është i bekuar. Dikush është larguar ose do largohet, një largim pune, një prishje planesh, dikush i ka prishur planet shenjës të akrepit, duhet të jenë të kujdesshëm muajin korik, pavarësisht që kanë pasur pengesa, situata të vështira, do stabilizojnë gjërat. Nga ana shpirtërore do gjejnë një qetësi shpirtërore. Për momentin mund të kenë gjërat pezull, po do zgjidhin gjërat me kreativitet. Shigjetari për muajin korik duhet të ketë kujdes nga personat, dikush mund të hyjë në mendimet e tyre, mund t'i lexojë mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmar që është e përbetuar por ta akmar. Do jetë shumë zemër ty në lidhje me dashurinë, duhet të ketë kujdes se mund të ketë një divorc, një ndarje, mos marri opinion të tjerëve, me një vendimmarrje do marri një vendim, duhet të eci përpara, do ketë takime, telefonata, udhëtime, komunikime të furishme, do eci përpara, do ketë një ngritje ekonomike financiare, por duhet të ketë kujdes dhe dashurinë shigjetari. Shenja Britsjapi do ketë shere, debate, konflikte, mos marrëveshjeve, një konkurrencë. Duhet të shmangi debatet, konflikteve, mos marrëveshjeve, do jenë super të mbi ngarkuar nga ana psiqike ose psikologjike, por mos marrin opinionin të tjerëve. Lidhje dështuar, lidhje konfuze që ndoshta mund të përfundojë dhe në ndarje. Mërkuri do t'japi një rëndë psiqike, psikologjike, por në fund fare do e kapi veten, do manifestoj fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'japi një dritë jeshile, do përballet me shtetin, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, kërkon të drejtën e tij, vërtetën e tij, dhe nëse është në pritje disa dokumentave do marrë dokumenta, por do përballet me çështje ligjore me drejtësinë. Në fund fare do marrë lajme të mira dhe nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore. Ujori të ullur të mërzitur një në peme, duke menduar mirësinë e kam përpara vetes, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Janë shumë të vrarë shpirtërisht. Shenjës së ujorit për muajin korik duhet të kenë kujdes, do i prishen planet, çdo plan që ka bërë, mund të ketë një prishje planet, mund të kesh një falimentim, mund të ketë një operacion, mund të derdhë lot gëzimi ose lot i dhërimi, po duhet të jenë kujdes dhe në shëndetin e tyre. Janë të rrethuar botës tyre, duhet të dalin, mos marrin shumë opinionet të tjerëve, çështje ligjore, çështje institucionale do stabilizohen, do kenë rrugëzgjidhje, në fund fare do jenë shumë me fat shenja e ujorit. Peshqit duhet të kenë kujdes, dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dikush do e presi në mbez ose ka prendez, duhet të ketë kujdes, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do bëj një udhëtim të gjatë, viza për pasaporto, dokumenta do marri përgjigje për po, në fund fare do marri lajme të mira. Pjesa martesa, planimetri në blerje shtëpi, do i do gëzoj, do lëndroj, qofse ka menduar për do një blerje shtëpi ose për do një projekt, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Ky ishte parashikimi për muajin korik, për gjitha shenjat të horoskopit me letra tarot. Tani kush është shenja më me fat? Shenja më me fat do jetë gaporja. Gaporet duhet të jenë të kujdesshëm, se do kenë sfida, do kenë konkurrencë, do përballen me konkurrencën e tyre, por në fund fare do gjejnë një qetësi shpirtërore, do fitojnë. Pastaj kemi Virgjëreshën, kemi Virgjëreshën, Gaporen, Demin, Akrepin dhe Peshqit. Por këto shenjat e tokës dhe të ujit duhet të jenë kujdesshëm, sidomos këtë muaj në muajin korik. Mund ta bësh një parashikim vetëm për këto shenja që janë më me fat? Po. Do e fillojmë me Virgjëreshën.
Okej, do ta bëjmë siç e bëjmë parashikimin personal privat. Zakonisht në parashikimet personale private hapen 10 letra ose 12 letra, bëret nga klienti. Ne këtu kemi sa letra janë këtu? 10 më duket i kemi. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Okej, atëherë për gjitha shenjat e virgjëreshës duhet të keni kujdes nga personat materialist, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe dikush do ju tentoj të gënjë të mashtroj t'ju manipulojë. Duhet të keni kujdes nga personat negativ që mund t'i transmetoj një energji negative dhe një virgjëreshë ndjen, bllokohet, nuk e ndjen veten mirë. Sidomos shenjat e ujit, të ujit edhe të tokës e ndjen, nga pore, akrep dhe peshqit e ndjen. Virgjëresh, dem dhe bricap e ndjen. Atëre, për virgjëresha, do kenë ribashkime, ripajtimet, në qoftë se kam pasur një lidhje dashurie, do kenë një ribashkim, mund të kenë pejesa, martesa, tavolin, ditlinje, mund të kenë një lidhje të përreshme, në qoftë se kanë të bëjnë me çështje pronash, do bëhet një problem i madh, do ketë një ngritje ekonomike financiare, ose mund të merret me tregëti, mund të ketë një ngritje ekonomike në tregëti. Do ketë përfitime të vogla në financë, do me thënë dikush mund të jetë bamirës edhe për ta ndihmuar në një ndihmë financiar ose diçka tjetër, mund të japi dhe një dhuratë. Do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit, gjatë kohës do e marri veten. Është në pritje disa lajme, do marr lajme të mira, mund të jetë çështje parash, çështje pune, çështje projektesh, çështje dashuri, do marri lajme të mira. Udhëtime duhet të eci përpara, fejesa, martesa, tavolin, ditlindje do gëzohet. Nëse ka menduar për një fejesë, martesë, ditlindje, diçka tjetër, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Dhe në fund fare do dali e fituar. Do jetë shumë e sinqert, shumë e drejtë për drejtë, do kërkoj të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Por shikojt se shenjë gafores e ka ndirë vetën të shkatruar një kuror me sherë debate, një kredi e marrë, një transformim, një shkatrim, një ndikim, çdo gjë sikur ka rrufeje dhe për shkatrohet, por do eci përpara, ose ka një gjë që po vjen një vetëtima, një bubullima, ose një rrufej që për shkatrohet çdo gjë, por do stabilizojnë gjërat. Me një vendimari do marri një vendim, për momentin nuk janë sigurt, nuk janë stabil, janë të mërzitur për 3 kërkesa, apo 2 do parashtrohen, duen të besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre, do përballen me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin një lajm, do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur, gjërat mund t'i kenë pezull, për momentin mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, por do zgjidhin gjërat me kreativitet, se kanë letrën e profecisë. Do firmosin shumë kontrata, do përballen me persona që janë xhelos, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë ose persona të maskuar, dhe në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira, fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje, do gëzohen. Do jetë një ndryshim cikli, do vdesi një cikël i vjetër dhe do rilindi një cikël i ri, do me thënë është fillimi i ciklit të ri, do me thënë është një fundi epoke të vjetër dhe por i lit një posë, ka të bëjë me cikle, 5 vjet, 6 vjet. Do me thënë dhe për gaforen, do jetë fundi i një ciklit të vjetër dhe do jetë një cikël i ri, por është gjithmonë për mirë, jo për keq. Peshqit, në qoftë se kanë menduar për do një bebi, dëshira e tyre do i bëhet realitet, do dëgjojnë për një shtatzani, ngritje ekonomike do ecin përpare, ka një intuit fort, një energji të fort, janë në pritje disa lajmeve, do bëjnë udhëtime të gjata, do kryjnë një ngritje ekonomike financiare, do ecin përpare dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Do me thënë, dhe peshqit do jenë mirë. Tani, dua të di, ç'bëhet me klientët? Shiko, unë kam pasur shumë kliente, por kam qenë shumë serioze me klientët, do me thënë kam qenë shumë konfidenciale me klientët. Konfidenciale, do me thënë, për shkak se kanë qenë dhe të fejuara, dhe të martuara, kam pasur lidhje jashtëmartësore, i kam rezervuar, do me thënë, kam mbajtur klientelën, e kam mbajtur gjithmonë sekret klientelën. Dhe privatësinë gjithmonë sekret. Dhe bisedat gjithmonë i kam mbajtur sekret. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Po, shumë e mirë. Do me thënë, i krijon besim klientit që Po normale, se një kliente që mund të ketë një anë, mund të ketë një problem, thotë shiko, unë do shkoj në Elena me mirëbesim, por nuk du, se ke shumë edhe persona të tjerë
persona të tjerë që thotë më erdhi kliente më tha kështu dhe degeneron, më kupton? Po. Është një konfidencial, është ajo privatësia 100%. Se nesër pas nesër, personit të drejtohet se mund të ketë një problem, mund të ketë probleme me burrin, mund të ketë probleme me shtëpinë, mund të ketë me financët, mund të ketë me biznesin, mund të ketë me pronat, mund të ketë probleme me vllajën ose me motrën. Mund të ketë probleme çështje pronash. Problemet, ti thua që i mbaj sekret. Okej, mbaj sekret, po të na thuash për çfarë të kanë ardhur më tepër ose kohëve të fundit. Shiko, kohët e fundit jemi keq kuptuar për shumë klientë se kanë jo jemi keq kuptuar, na kanë keq kuptuar. Domethënë na keq kuptuar se ka të bëj. Unë si astrologe licencuar kam pas vetë të punësuar. Do me thënë që kam marrë një rok me tatim e taksë siguracione ka qenë i punësuar. Po sa çërish për pjesën e spiritualitetit, largimit e energjisë negative. Dhe një çfarë bëjnë? Nga kjo pjesë ne jemi keq kuptuar si magjistar që nuk është e vërtet. Do me thënë, jemi akuzuar pa drejtësisht, jemi akuzuar pa drejtësisht që gjërat nuk janë të vërtet. Kur ti nuk e fakte, nuk e prova, nuk ke të drejtë të drejtohesh një njeriu që ti nuk ke fakte. Do e thotë, kur të drejtohesh një njeriu, duhet të marrësh një informacion të mirëfillt për të drejtuar, po jo ti që ta bësh, për ta bësh që një person që është person të publik, në radhë të pajtë bëhet për prishje imazhi dhe për ta hequr nga tregu. Dhe këto janë gjërat konkurrencë, më kupton Klea? Dhe unë më kam marrë gjithmonë ato time që shiko se se është gjunaf se kush e di nuk ka probleme me burrin ose ka probleme diçka tjetër, do me thonë që nuk ndjen kënaqësi, ndjen ngrohet diku tjetër. Po 99% ka qenë të martuara, kanë pasur lidhje jashtëmartësore dhe mund të them që kanë pasur dhe gra, kanë pasur dhe burra. Për çfarë kanë ardhur konkretisht? Po zakonisht për lidhjet e tyre të dashurisë, kanë shkuar dhe në persona të tjerë, po është puna thotë që ajo ma kanë nxirr muhabeti vend tjetër. Do me thënë, të dish ku të shkosh, të dish ku të besosh. Sot është puna të jesh një njeri i besoshëm. Unë kam vetëm astrologji, largimin e energjisë negative. Kaq. Si e largon energjinë negative? Ato bëhet në anë të lutjeve, yoga, meditim, spiritualitet. Këto bën. Ti do me thënë shikon dhe për dashurinë. Po. Okej, super. Këto kishim. Elena, të falenderoj me vërtet shumë. Faleminderit dhe juve. Bashkë do të shihemi përsëri javën tjetër. Po, me Elena Demollarin. Po, faleminderit dhe juve, respekte. Edhe kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mirupafshim.